Do të flasim tani për autoritetin mbi informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit. Kryetari i shoqatës së ish-përndjekurve politik, zoti Besim Drejgjoni, ka hedhur një sër akuzash në këtë institucioni dhe kritikon veprimtarinë e tij gjatë këtyre viteve, po për ta kuptuar më shumë me ne në studio është bashkuar zoti Drejgjoni. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për hapësirën që na jepni. Ju keni kërkuar dorëheqjen e drejtuesve të autoritetit të dosjeve. Për çfarë arsye? Jo, fatkeqësisht ka 15 vite që këtu në Shqipëri ndërtohen institucione formale që në vend që t'i shërbejnë të zvërtetës për të kalumen të zvërtetës, mbulojnë të vërtetën edhe bëjnë mashtrime institucionalizuar për para shqiptarve. Autoriteti i dosjeve u formuar nga Partia Socialiste për me hap dosjet, për me pa krimet, për me... Kuj autoritet u vendos në përgjegjësinë e kryeministrit, drejtori i autoritetit, u caktuan që tjetë bordi drejtues, tjetë një përfaqësues i përndjekur politik, një përfaqësues i shoqërisë civile, edhe tjerë ishin nga mazhoranca, nga Partia Socialiste. Dhe me thënë drejtën, ne të përndjekurit politik kishim kërkuar gjatë të gjithë kësaj periudhës pluralizmit që të hapen dosjet e ish-sigurimit shtetit. Por çfarë ndodhi me politik bërjen? Politik bërja ndërtoi një institucion që të hapte dosjen e viktimave, të hapte dosjen e të burgosërve politik, të hapte dosjen e internurve, të hapte dosjen e të pushkaturve. Dhe për me hap dosjet e hetuesve, të operativave të sigurimit, të gjyqtarve, të prokurorve, të politikanve, bëri një nen që në qoftë se kërkon institucioni, tu hapen se kërkoj institucioni, dhe sot, fatkeqësisht, mas 35 vitesh, ne kemi hetuesat sigurimit shtetit që kanë kryer dhunimin e drejtave lirive të njeriut në parlamentin aktual shqiptar. Kemi ata individ politikan të cilët kanë qenë pjesë e ushtrimit të diktatit të diktaturës ndaj ne të përndjekurve politik, dhe këta sot bëjnë politik bërjen, sot këto na hapin leksione demokracie, ne që luftum për demokracinë që gëzon gjithë shoqëria sot. Ju kuptoj, ju thoni se ky institucion ka mbrojtur xhelat e komunizmit dhe ka përbuzur viktimat. Ku i bazoni ju këto akuza? Keni të dhëna konkrete? Po pse s'hapen dosjet e prokurorëve? Pse s'hapen dosjet e hetuesve? Pse s'hapen dosjet e shefave të sigurimit shtetit? Çfarë ndodh nëse hapen këto dosje? Çfarë dini ju? Atëre ti që se ke përjetu diktaturën, do shikosh se çfarë krime makabër janë bën shoqërinë shqiptare. Atëre ti, në qoftë se mu më respekton si përndjekur politik sot, thjesht se ke ndigju është përndjekur nga diktatura, atëre ti do bindesh se çfarë krimesh monstruoze janë kry në shqiptarët që nuk ishin komunista, po ishin antikomunista. Dhe ne kërkojmë, nuk mund të ndërtohet shteti i drejtës duke privilegju kriminelt, xhelat të diktaturës. E kuptoni që Partia Socialiste ka në gjirin e saj bi ekzekutorësh që kanë marrë jetë njerëzish. Ka në gjirin e saj bi xhelatësh që kanë shkatru familjet shqiptare nga 3 breza. Dhe sot për para ndërkombëtarve, këto shiten sikur po merren me të kalumen. Më falni, ju si gazetare, dini sa të humbur ka Shqipëria? Sa janë? Mbi 6.000 të zhdukur, që janë pushkatu dhe janë zhduk. Kënë digju në herë në parlamentin shqiptar, që të thuhet se çfarë po bëhet me këto 6.000 shqiptar që s'ka një varr në tokën e tyre? Dhe di për çfarë u vranë ata? Se nuk deshen diktaturë. Ata u vranë
se deshën Shqipëria tjetë në Europë, që sot revgjoksin kjo parti trashëgimtare e komunizmit, si kur po na fut kjo në Europë. Jo, në vitin 1973 u shtoshin malet e Mirdic nga thirrjet psikam të burgosëve politik Spaqit, që mbrojtën flamurin duke thanë e dum Shqipërinë si Europa. Dhe këtë parull që thanë burgosit politik në Spaq, këto përsëritën studentat e vjetorit 90. Ju kuptoj, a kanë pasur mundësi shqiptarët të njihen me persekutorët e tyre dhe ata të ngjashmit me ju, të njohin se kush i ka përndjekur, kush ja u ka shkatruar jetën në një formë apo në një tjetër? Kanë emër mbi emër. Kanë patur mundësi? Po, janë pjesë e politikë. Më falu, familja ime i ka përballu të gjitha krimet, pushkatimet, vrasjet mas shpine, torturat në hetusi, duke mbitur në hetusi, pa nxirr në gjyq, dakord? Duke e denuar me si agent anglo-amerikan që qa lidhje do kishte baba im atje në Diber me anglo-amerikan, si kur ishte udhëhec i një shteti apo. Pra, ne i njohim të gjitha, shumë bjemra që janë sot në politik bërje, na trondisin ne si përndjekur politik, që as skuqen, as zverdhen për krimet që kanë bë baballarët e tyre, po përkundazi, mburren në parlament duke folë në mbrojtje të demokracisë. Po ndoshta nuk janë në dieni. Si janë dieni të krimeve. Mendoni që janë në dieni? Si janë komplet. Është marrin me thanë si janë dieni. Ja, për shembull, dje, po hapsh arkivin e asaj dhe shoh një material. Një shkodran farmacist, shumë i bukur, shumë i pashëm. Farmacist në Vlorë, e thirr sigurimi shtetit natën, dhe nga torturat njerëzore, jep shpirt në hetusi dhe e shin ke shtëpia si kur vdish në rrugë. Ashiku, profesor doktor Ashiku. A mund, dëgjo, ballafaqimi me të vërtetën do na bëj qytetar të lirë. Fatkeqësia më e madhe është se këta politikan të ri, që quhen të ri sot, se s'mund t'i thush të vjetër këtyre, quhen të ri, ta u lanë balla me shok, këto s'kan asnjë lloj ndërgjegjësimi kombëtar ndaj jetëve njerëzore. Si mund të futesh në parlament? Ja po t'jap një shembull të nderuar. U vran 4 dëshmorë të 2 prillit në Shkodër në 91. Në atë kohë, Pjetër Abnori, Mandela i Shqipërisë, e dini ju që Pjetër Abnori ka firmos si bashkëpunëtor i sigurimit shtetit? Ka firmosur se e denun me pushkatim. Dhe ki po, tha, të shpëtojmë jetën e firmosi. Jo su bo bashkëpunëtor, por se s'mund bëj Mandela bashkëpunëtor, por këta institucioni i kësaj qeverie e paraqisin para poplit, ka firmos dhe Pjetër Abnori. Dhe ai hetusi që është në parlament, që bën sot reformën drejtësi, ai që ka dhunu gruën në kruj, ati nuk i hapet dosja, mi thanë, zotri, qa ke bon diktatur ti? Ja do t'ju pyes konkretisht, ju flisni për deputet të cilët u mbrojtën nga ky institucion dhe nuk ju hapën dosjet. Për kë e keni fjalën konkretisht? A ka ende parlamenti shqiptar bashkëpunëtor të ish sigurimit? Nuk ka bashkëpunëtor parlamenti. Parlamenti ka xhelat që kanë kry krime, që kanë bë dosje. Nuk është problemi bashkëpunëtor. Bashkëpunëtori është viktim. Në torturat njerëzore, i burgosur politik, kur i dhinte puna që do o jetën, o do firmoste, do firmoste. Dhe në konventa ndërkombëtare drejtave lirive të njeriut në botë, përcakton çdo dhunim pushteti që ka përdor forcën e pushtetit ti për të denigruar qytetarin, sistemi demokratik ka drejt me njëherë t'ja kthej gjitha drejtat dhe t'i kërkoj falje. Cili është ai deputet? Cili deputet? Për cilin, në Shqipëri, për cilin... Po ja, i ke me emra në parlament.
s'është nevoja... Po ka shumë, janë 140 deputet aty. Po, që janë deputetet që kanë hinë vitin 90 në Partinë Socialiste, kanë qenë hetusat sigurimit shtetit, kanë dosje dhe ato dosje duhet të hapen para popullit. Janë emrat e tyre në përdosje? Po si janë emrat e tyre në përdosje? Dhe qëllimisht nuk hapen? Po më falë ka boligjin, o zonjë ndërume. Ka boligjin që në qoftë se e kërkon Parlamenti, Komisionit hapes dosjeve si hapen dosjet e deputetve hapë, ndryshe po se kërkoj deputeti janë regull. Ministri është në regull, zëvendës ministri është në regull, prokurori është në regull. Si ka mundësi? Ne kemi pasur gjatë këtyre 35 viteve, Europa në hapi një shkollë magistrature për drejtsin. Dhe ishte më se nevojshme për arsye se drejtsia vinte nga diktatura komuniste. Dhe që ndodhi? Se pat Europa në dorë këtë shkollë, u shkollu njerëz me dije, me integritet. Se mori Arben Rakipi, ish prokurori diktaturës komuniste, e ka këthy në shkollë partije. E kuptoni që me shku me konkuru në magistratur, sa doj ditë që më tjesh, në qofë se ti nuk je mbështet si Parti Socialiste, nuk mund të ishtë në atë shkollë magistraturës. Dhe e ka këthy në një fole patronazhistës. Pra, si nuk hapet dosja këti prokurorit diktaturës, ku ka shërby në mirë ditë, ku s'ka shërby. Si mund të quhet prokurori i Spakut, i këti institucioni më të madh Arben Kraja, që ka torturu qytetar të Shkodran, për heqjen e bustit Stalinit, dhe ai sot nuk lejon një të përndjekur politik të konkuroj në Spak, të konkuroj për një vend pune. Pra, këto kanë ndërtuar një skem ligjore në cilën u mohohet e drejta e konkurimit antikomunistëve dhe kanë hapësira edhe privilegje ata që bashkëpunojnë me partin, me shtetin, me partin shtet dhe me shtetin parti në Shqipëri. Ju gjithashtu e akuzoni këtë institucion për shpërdorim fondesh dhe ende si pas jush nuk janë gjetur eshtrat e të zhdukurve gjatë regjimit. Pse ka ndodhur kjo dhe ju veta keni informacione se ku mund të ndodhen eshtrat e këtyre personave që janë zhdukur? Faleminderit, po duhet, jo vetëm studia juj, po gjithë studiot televizive në Shqipëri duhet të shtojnë me të madhe, ta vënë qeverin për balë ligjit, ta vënë këtë qeveri për balë ligjit, si mund të heshti qeveria shqiptare, si mund të heshti presidenti Republikës, si mund të heshti parlamenti shqiptar, si mund të heshti. Ata të cilët Shqipëria sot numëron mbi 6.000 të zhdukur. Dhe ke ndigjuar që parlamenti të bëj një seancë parlamentare për këta të zhdukur? Absolutisht. Ke ndigju presidenti Republikës të dali në një media, të dali para medjave televizive të thot, unë si presidenti Republikës solidarizohem me familjet të zhdukurve që kanë 30 vjetë që kërkojnë të gjenë eshtrat e gjyshit, të babës, të motrës, të vlajt, të ndërtoj një varë, të nezin një qiri, të bëj një dua. Dhe ata edhe sot vazhdojnë e kërkojnë dhe hesht qeveria, hesht parlamenti, hesht presidenci dhe më thoni mu, a mund quhet shtet demokratik? Një shtet që përçmon jetët e humbura të antikomunistëve shqiptarë. Dhe gjithë loja këti shteti është si të manë po shtet dhe është pak se si të ndërtoj shtet të së drejtës. Dhe tani, institucioni dosjeve, nga ju babzia e madhe që kishte të merte sa ma shumë po shtet si institucion, se kjo du i morë vetëm me krimin e komunizmit, me dosjet, kush e ka kriju dosjen e të pushkatumit, kush e ka kriju dosjen e të burgosit, kush e ka kriju dosjen e interimit. Zonjë nderume, ki parasysh diqka, sot është brezi tret që i kërkon, e kanë shkatru 3 breza, diktatura i ka shkatru familjet shqiptare. Sot është brezi tret që kërkon t'i bëj një varë. është nipi që kërkon. Dhe nuk ka asnjë informacion. Dhe ndëgjo, këto tani bëjnë lonja politike.
doli para pak ditë kjo drejtoresha e autoritetit dosjeve dhe tha kemi zbuluar 5 vend qëndrime pushkatimesh dhe këto i kanë zbulu familjarët. Dhe po bëjmë një kontrat, më falë, a kuptoni që prokuroria e përgjithshme e Shqipërisë u jep përgjigje familjarëve që janë zhdukur kufomat, u thot u ka vëra shteti, nuk lejëm t'i kërkoni. Edhe ku e thot, prokurori i prokurorisë përgjithshme Sokol Stojani e thot në konferencën ndërkombëtare të OSBE-s në Tiranë, kur prokurori polak deklaronte, thot unë mor dosjen e të përndjekurit politik dhe si marr lej kërkuj për me ndjek penalisht atë që e ka kriju këtë dosje dhe që i ka shkaktu dame apo jetë njerëzore familjes. Kurse prokurori shqiptar thotë jo, i ka vra shteti. Dhe ne s'kemi drejt t'i lejem t'i kërkoj. Zotin Drejgjoni, ju e përmendët që në krye të herës që nuk hapen dosjet e hetuesve, të prokurorëve, gjyqtarëve të diktaturës dhe datë dhe argumentin tuaj. A ka ende sot në krye të drejtësisë persona që i kanë shërbyer dikur regjimit dhe emrat e të cilëve gjenden në këto dosje? Po. Ka? Të gjithë. Të gjithë? Gjithë institucionet e drejtësisë ke individ që i kanë shërbyer diktaturës. Ju veti dini me emra, me mbiemra? Po ne i di me emra, me mbiemra, por ne nuk kemi të drejt institucionalisht që unë them kaq që institucioni i hapjes dosjeve të kërkoj dosjen e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve që shërbejnë sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Të kërkoj dosjen Arben Krajs, po të tham një emër që ky e kam se është tek Spaku edhe ka ndalu një të përndjekur politik mos të konkuroj për drejtor BKH-je. E kupton ku shkon mentaliteti i këtij prokurori? Një përndjekur politik do të konkuronte për drejtor BKH-je, ki s'ka pranu. Bile ka bët debat me Altin Dumanit, si i thotë Altini është jurist shumë i mirë, është oficer shumë i mirë, duhet të pranojmë, a i s'pranoj bëri dhe atë Bledar Dibrën me vete. Po mirë, në gjithë këto 30 vite, Zotin Drejgjoni, sepse jemi edhe drejt minutave të fundit... Po ne e kemi intervistën e të përndjekur dhe intervistën e kemi të shkurtër. Po të paktën e përpiqemi të gjemë kohën dhe t'i kushtojmë momentin, do jemi në një moment të dytë edhe më gjatë patjetër, e kuptoj. Duke qenë se kanë kaluar 30 vite dhe nuk janë hapur dosjet, emrat nuk dalin, sidomos dosjet e personave që ne po flasim prej që kanë qenë të rëndësishëm në atë kohë dhe ndoshta të rëndësishëm edhe në këtë kohë. Për çfarë duhet funksionoj ky institucion? Kot. Për mua është tallje me viktimat e komunizmit. Këto tallën me viktimë, përbuzin viktimat, e përbuz qeveria viktimën e komunizmit, e përbuzin dhe këta. Të njëjtën taktik ndjekin. Taktikën ideologjike të Enver armiqtë e klasë të zhduken nga politikbërja në Shqipëri. Në politikbërje duhet kesh lidhje me regjimin e Enver ti kesh shërbyer regjimit e Enver që t'jesh pjesë e politikbërjes. Të gjithë deputetët, po t'jenë shqiptar, po t'ken nder shqiptari, duhet, jo vetëm me falë, në Gjermani, kancelari i Gjermanisë qohet në kam kur hin një përndjekur politik në një sallë mbledhje dhe i përullet deri në fund të kamve. Ty thot të përulem se ke sakrifiku jetën, vujtet tuja vetëm e vetëm që Gjermania të kishte demokraci. Në Shqipëri, ku pyet kryeministri, ku pyet presidenti, ku pyet kryetari i parlamentit për të përndjekur politik. Ja po t'jap dhe një shembull që ta të faktuar. Ra një seancë e parlamentit shqiptar, ra me 16 nëndorë. Me 16 nëndorë në Tiranë është bë vrasja masive 39 intelektualve të Tiranës. Gazetar, oficer, agronom, mjek, një reprezalje nga diktatura e Enver Hoxha. Dhe deputeti i ri Belind Kolliçi, si Tiranës, i kërkoi parlamentit që të marrë një minutë heshtje për në nder të tyre, në kujtim të tyre. Dhe di që ndodhi? Ta u lanë balla me shok. Ulesh dhe përshifshin me vrejtje Belind Kolliçin. Çfarë thot ky? A kupton çfarë mentaliteti kanë këta politikantë pas skrupull, që s'njoh, që s'respektojnë jetën njerëzore. Dhe nuk them unë se nuk është hapja dosjeve hakmarrje. Kur
Se po t'ishim mu hakmar, ishim hakmar 90-ën dhe njësë ekziston të Shqipëri, ishte la Shqipëria në gjak, por jo, ne zgjodhëm paqen, ne zgjodhëm ndërtojmë shtetin e drejtës, ne thamë mjaft krimit, tani hajde të hesim në rrugën e paqes, në rrugën e dashurisë njerëzore, në rrugën e pajtimit kombëtar. Po kujt i thush? Ata e kanë menën, ato para pak ditë që kënë digju si gazetare ti. Kërkun që të kremto, Enver Hoxha udhëheqësi i luftës. Diktatori ma jegër Europës. Pra, ata e kanë menën se si të nderojnë diktatorin dhe s'kanë menjen si të nderojnë Musin e Kokolarin, si të nderojnë Gjeç Fishtën, Pater Anton Arapin, Pjetër Abnorin, e qindra e mira familje fisnike shqiptare që në qoftë se e gëzojmë këtë palo demokraci që kemi sot, e kemi falë gjakut të atyre, se ndryshe në do ishim si Kuba në Europë, sot mos t'ishin këta burra e këto gra. Unë ju falenderoj zotin Ndregjoni për prezencën në studio dhe ju premtoj që do kemi hapësira tjera edhe më të gjata për të folur dhe diskutuar, pse jo për të bërë më të mirën, aq sa ne mund të bëjmë. Më falë, të jap një mesazh. Në qoftë se u drejtojnë deputetëve shqiptarë nëpërmjet emisionit tuaj, shkoni ke dosjet dhe kërkoni hapjen e dosjeve tuaja. Dhe atëhere do t'jeni politikan që i shërbeni kombit. Qoftë se nuk hapni dosjet tuaja, ju jeni maskarit komunizmit. Faleminderit që ishit këtu. Ne do të shkojmë në reklama, ndërkohë në pjesën e 3 do të kthehemi, do të flasim për raportin e OSBE-Odirit publikuar gjatë javës kaluar për zgjedhjet e 11 majit.